Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Siç mund ta kuptoni shumë mirë, ka një entuziazëm të madh në Shqipëri për kombëtaren e Kosovës, së cilës si dëshirojmë jashtëzakonisht shumë fort që ta fitojë ndeshjen me Turqinë dhe të kualifikohet në kampionatin botëror. Ne këtu tek Syri kemi dërguar, kolegët anti-informacionit kanë dërguar Fatjon Gjinajn në Prishtinë në stadium, dhe nëse do ketë një lajm të mirë, me njerë do të lidhemi pavarësisht se çfarë teme o nën teme do jemi duke diskutuar në program. Dhe ju e dini që në programin ton ne diskutojmë gjithmonë atë që është më e rëndësishme, sepse nuk harrojmë asnjë çast që publiku që na ndjek është publiku më i informuar dhe me ndjeshmëri më të lartë. Në fakt ka filluar të diskutohet në Shqipëri mënyra se si është devijuar kaosi editorial dhe psikologjik që programet televizionet kombëtare kanë instaluar në Shqipëri. Natyrisht analiza dhe debati po bëhet në mënyrë të gabuar shumë vonë, jo domosdoshmërisht do të ketë në një përfitim nga kjo, po ne gjithmonë dëshirojmë më të mirën, më mirë vonë se kur. Do të lidhem tani në lidhje të drejtë për drejtë për të diskutuar rreth komunikimit sidomos me të huajt të narrativës në raport me atë që po ndodh kampanja demokratike në Shqipëri. Është deputetja e parlamentit zonja Albana Vokshit. Shohim nëse e kam Albanën në linjë të drejtë për drejtë dhe ja ku është. Alban, përshëndetje. Ne të dy në një kuptim po bëjmë një trimëri shumë të madhe që në kohën kur zemra drithërohet për kombëtaren e Kosovës, ne do të diskutojmë, kështu që ne të gjithë intervistat sot do të jenë të shkurtra, duke qenë se ti e njeh shumë mirë televizionin, jam i bindur të truash një ritëm të brendshëm. Dua përpara se të shkoj rreth takimeve të sotme që vetë zoti Berisha i bëri të njohura, po për këtë dua të flas sepse ndjej që ka nevojë me narrativës të tregojmë atë që ka ndodhur. Dua të bëj një provokim miqësor dhe të them për komunikimin brenda partijak. Jam i bindur ke lexuar statusin e Spiropalit sot. Nëse regjia Landi do të bëjë një plan të madh, unë e kam ndjekur këtu, do ta jap në wall, ti e lexon. Ka qenë një shkrim shumë i gjatë i saj. Çdo editor po ta kishte lexuar do t'i kishte hequr 80% të tekstit dhe mesazhi do ishte dhënë në 2 pasazhe. Në njërin pasazh ajo e trajton ngjarjen, po se si, nuk e thot, por tregon ngjarjen si një arrogancë dhe abuzim, flet për heshtjen të cilën e vendos në kohë më shumë për të tanishmen se sa për të ardhmen, duke nënkuptuar. Albana, çfarë mendimi o analiza sa do të vogël e anësore ke bërë ti për këtë reagim të zonjës Spiropali? Kujt i flet, si i flet, çfarë ndodh në komunikimin e saj? Adi, pjesën e narrativës, unë besoj që ti e kupton më mirë se mua. Është gjua e zonjës Spiropali zakonisht që ka shumë ujëra brenda, por në këtë rast kam përshtypjen që është zgjedhur qëllimshëm që nëpërmjet ujërave, pra atij 80%-shit, të thotë në mënyrë më të stërholluar atë çfarë ajo po kalon, po përjeton dhe janë. Unë nuk është se kam dalur, nuk e kam lexuar të gjithin që të tregohem me sinqert, e kam skanuar dhe kam lexuar pasazhe 2-3 që janë lexuar në media të ndryshme. Ajo që unë mund të them është që zonja Spiropali është viktima e radhës, e Ramës. Të gjithë do përfshin. Në një farë mënyrë ajo ka qenë një nga arkitektet e atij bunkeri për të cilin ajo po ankohet sot, sepse kur ka qenë në ditë të mira me Ramën, ka qenë mbase sjell në të njëjtën mënyrë siç po sillen ato që heshtin sot, arrogancën e Edi Ramës. Por Elisa është viktima e radhës së tij. Përsëris, të gjithë do kenë fatin e Elisa Spiropalit. Në mos sot nesër kushdo që do guxoj, domethënë që të bëj një akt që të ketë një reagim, siç Elisa Spiropali e bëri në rastin e mosardhjes për votimin e Belinda Ballukut, pra në një kundërshti mund të me mungesën e saj, ajo reagoi, pra e refuzoi kërkesën e Edi Ramës për të votuar, pra për të mbrojtur
mund ky akt i saj vjen për shkak të një morali të saj, por për shkak mund gjykoj, është mendimi im personal, po besoj jo vetëm ime, për shkak të konflikteve të kahershme midis të dyja, pra rivalitetit që kanë pasur Elisa Spiropali dhe Belinda Balluku, se kushte ishte më afër në për krah Edi Ramës. Dhe mund të them që Belinda Balluku si lubi, siç e konsideron dhe zoti Berisha, e hëngri Elisa Spiropalin në atje ku Shëreqja, që është dukur sikur e ka mbrojtur, pastaj e ka lëshuar, siç ka tjerë Velia e shumë të tjerë, do vi radha edhe erdhi radha Elisa Spiropalit. Belinda Balluku po e mbron sepse po mbron veten, se në momentin që do e kuptoj që ka superuar kërcënimin, shantazhin që i bën Belinda Balluku për atë që di Belinda Balluku, do e lëshoj edhe ato për shkuar atje ku Belinda e ka vendin. E kuptova. Nuk e di, regjia, në qoftë se ndoshta unë kam gabim në kufjen time që e dëgjoj të folurën pak me staccato, në qoftë se jo, vetëm më lajmëroni që ne të vazhdojmë normalisht. Por realisht e kuptova. Në qoftë se ju do keni nevojë që ta rikuperoni me Albanën në ndonjë mënyrë, okay. Mirë atëre. Po ju jap vetëm pak sekonda që ta riformatoni të folurën, se jetojmë në kohë multimediale dhe lidhja me kufje, e cila ka një lloj riverberimi quhet në radio, ajo futet shpeshherë përveç internetit e të tjera, futet në një mekanizëm ripërsëritës ose ka pjesë të shkëputura të cilat natyrisht mund të shqetësojnë, me siguri jam i bindur. Po e rikuperojmë dhe në fakt është shumë e vështirë për të kuptuar tani nëse zonja Spiropali po përgatitet për ballafaqimin e fortë të radhës në momentin që kryeministri do të bjerë, pra për ato po përgatitet, apo po përgatitet, apo është duke bërë një luftë vogël e cila është një luftë relativ, të paktën në pamje të parë, dallohet në disa fraza minjone, relativ të vendosura me shumë kujdes, me një përllogaritje e gjitha masa e vendosur në një 80% pa përmbajtje. Natyrisht që ardhja e një grupimi të rëndësishëm nga Komisioni Evropian dhe takimi në kryesin e parlamentit ka qenë i rëndësishëm. Albana ma shpjego këtë nga të gjitha këndvështrimet, sepse duket në pamje të parë, kush ka nxitim, kush nuk e ndjek politikën, kanë takuar zotin Berisha, ai ka thënë, ka përshkruar panoramën siç e mendon udhëheqësi i opozitës, që natyrisht është ashtu si është, por ka disa nënpyetje që shoqërojnë këtu. Numër 1, kishte rëndësi fakti që erdhën në kryesinë e kuvendit dhe jo në për selira partijake? E para, e dyta, erdhën të përgatitur për të dëgjuar atë version? Kanë ndryshuar në qasjen e tyre për të dëgjuar më shumë vëmendje? Marrin shënim kur dëgjojnë gjëra, pra ka një lloj ndjeshmërie, a ka ndryshuar sipas mendimit tuaj? Aq sa ndjeni ju, ka ndryshuar balanca e mënyrës se si më thënë vështrohet Shqipëria tani? Po i përgjigjem, po filloj nga pyetja e fundit. Okej. Po, mbajnë shënime, i mbajnë të gjitha shënime, sidomos të dy raporterët që neve takuam sot. Unë i kam takuar së bashku me disa kolegë të tjerë të opozitës, i kam takuar, kam bërë takim edhe dje. Arsyeja e misionit të tyre është për të parë progresin, regresin që ka bërë Shqipëria që nga 2024, kur për shkak të edhe dashamirësisë, edhe të lobimit, u vendos që Shqipëria të dilte nga monitorimi dhe të kalonte në post monitorim. Kjo i jep vendeve, e para i jep pak frymarrje,
nuk e di nëse ishte merituar, por në cilin do rast ka qenë dashamirësi shumë e madhe e Këshillit të Evropës për të shpresuar që gjërat shkojnë mirë në Shqipëri, për të besuar atë që qeveria, pra institucionet shtetërore kishin raportuar. Por tashmë është faza jo vetëm e përgatitjes së ligjeve, por edhe faza kur duhet të implementosh në praktik. Pra, para 2 vjetësh, Këshilli i Evropës e nxori nga monitorimi Shqipërinë, por i tha, unë ty në post monitorim do të kontrolloj si kryen zgjedhjet, a kanë zgjedhjet integritet. E dyta, nëse bën hapa përpara drejt korrupsionit. E treta, nëse reforma në gjyqësor, reforma në drejtësi ka filluar të japi realisht produktet e saj pozitive. E katra, minoritetet, e pesta, media. Këto janë 5 fushat kryesore. Në të gjitha këto fusha ne këto 2 vite kemi bërë hapa pas, pra kemi dështuar. Pra, jo vetëm dëgjojnë, mund të them që nuk është se presim, sepse të paktën të 1 vit e gjysmë kanë filluar të dëgjojnë më shumë, e para sepse puna e opozitës ka qenë më intensive, e dyta, do me thënë kontaktet tona, qoftë institucionale, qoftë partijake, qoftë në grupime. Mund të thuhet që në një kuptim edhe kundërshtari politik në qeverisje ju kanë ndihmuar me gafa të dallueshme tash. Kanë ndihmuar, patjetër kanë ndihmuar, pra nuk po e ndihmon më edhe ajo propaganda e stërmadhe e paguar në fakt nga aparati e krimit dhe të korrupsionit, nuk po e ndihmon dot Edi Rama sepse ai duhet që të japi rezultate konkrete. Por nëse ju e shihni se çfarë ndodh në mediat, ku nuk kanë plotësuar, dhe këto e thot Këshilli i Evropës, absolutisht asnjë nga rekomandimet, përkundrazi, media po shkon, liria e medias po shkon shumë hapa pas, dhe jo vetëm që nuk u bë dekriminalizimi i plot i shpifjes, 77 gazetar përballen në gjykata apo në prokurori nga politikan qendror apo vendor, kontrolli mbi 90% i medjave, pronësia ku mbi 70% janë në duart e 4 personave që janë edhe investitorë strategjik. To ja shpjegoj të gjitha zoti Berisha. Ama kur vjen për shembull, kur po i shpjegonte sot zoti Berisha pjesën e zgjedhjeve, ku kemi dështuar në arritjen e standardeve dhe kritereve të Kopenhagenit, kur i dëshmonte me prova, me fakte, me video, lidhjen e krimit dhe përdorimin, jo vetëm përdorimin e administratës, por dhe lidhjen dhe ndikimin e krimit në zgjedhje, sigurisht, sado që ata të besojnë, nuk arrin dot të shkojnë në imagjinatën e tyre atë çka ka ndodhur me 11 maj në Shqipëri. Pra, arsyeja që ato vinë dhe takojnë të gjitha partitë, ju bë pyetje pse në kryesinë e kuvendit. Ishte aty i kanë takuar të gjitha partitë për konveniencë, kishin aq shumë takime 3 çerekore, gjysmore, sa që po të shkonin, po të vinin, do humnin nga takimet. Pra, preferenca ishte e tyre që të gjithë ti takonin në kryesinë e kuvendit në mënyrë që të takonin sa më shumë forca politike dhe të dëgjonin pra me veshët e tyre sa më shumë faktor dhe aktor. Kjo ishte arsyeja. Pra, unë mendoj që janë shumë faktorë që kanë ndikuar, që është rrëzuar tashmë propaganda, që tashmë nuk e shohin më Edi Ramën si atë kryeministrin artist modern, po shohin se kush është Edi Rama i vërtet. Sigurisht zoti Berisha u ndal dhe në çështjen Balluku, e cila ka ndikuar, nuk duhet të gëzohemi me atë çka neve mund të fitojmë si opozit për t'i treguar njerëzve që pra nuk gëzohemi për fitoren politike që mund kemi neve që i themi njerëzve ja u kemi thënë, ja ku e keni Edi Ramën, i korruptuar, mbron korrupsionin, Balluku, Akshi, që tashmë i ka vërtetuar Despaku. Pse? Sepse po bëjmë shumë hapa pas, qoftë në monitorimin e Këshillit të Evropës, qoftë në integrimin evropian. Nuk kemi asnjë hap në integrimin evropian dhe refuzimi i miratimit të IBAR-it është raporti ndërmjetëm, unë kam të qartë që ju e keni trajtuar dhe herë tjetër, na bën neve që të mos hapim as edhe një kapitull, ndërkohë që Malizi, që para 1 viti ishin barabartë, ka mbyllur 14 kapitull dhe në 2028
ata besojnë që në 2028 i mbyllin të gjitha kapitujt dhe janë të gatshëm për adherimin e tyre të plot në familjen europiane. Kam një pyetje për cilën dua përgjigje të shkurtër. Dhe të vjen të qeshësh Alban në televizion, ndodh shpesh herë, po ndodhin ngjarje të çuditshme. Për shembull, ti e di që tani po bëhet ndeshja në Kosovë, ka një emocion shumë të madh, po kur ka ndodh atje o që janë afër golit, o ndodh një gol, bërtasin njerëzit në televizion në skutat më të çuditshme të ndërtesës dhe e marrin mikrofonat e brendshëm të studios dhe e sjellnin deri në kamerat që ekzistojnë këtu. Dhe është e vështirë që ti të bësh gjëra sikur nuk ndodh asgjë, unë nuk e di fare çka ka ndodhur, po. Por ka një moment kur të vjen një si trefazor këtu brenda dhe ti duhet të ruash edhe të merresh me qelbësirllëkun e qeverisjes në një vend. As gëzimin e golit nuk ta lën deri në fund për hir të vërtetës. Po, përpara se të bëj ty një pyetje në raport me Marta Kos, për Marta Kosin, që ngjan një çik shëmtuar në fakt Marta kur e shquan. Por dua të të bëj një pyetje. Ne të gjithë e dim se ku çalojnë zgjedhjet në Shqipëri. Si më thënë, nuk është puna që njerëzit nuk shkojnë të votojnë fizikisht. Ti shkon të votosh, po mënyra se si është tjetërsuar vota është një mekanizëm shumë perfid, i kujdesshëm, i organizuar nëpërmjet patronazhistëve shtetit që të shkatron jetën nëse ti nuk ja jep me numra, njerëz treni bullgar, të cilin ja shpjegoja njerëzve të mi dhe nuk e kuptonin dot, duhet ja shpjegosh me letër, ata kujtojnë se është vërtet një tren bullgar që vjen diku në Cashina. Ti kur ja shpjegon që shiko, ai merr një letër, edhe atë letër, pastaj del jep atë letrën, merr atë letrën, është shumë e komplikuar. Pyetja në këtë rast është kjo. Janë në gjendje të kuptojnë ata nuancat, sepse ka shumë rëndësi për ata të kuptojnë. Pra jam i bindur që ne kemi thënë gjithmonë që studentin më të mirë që keni, si me thënë ekselent në PD ju ka qelluar kryetari, ai mundohet ta sqaroj gjën bile me karakteristika që do kishin plasur çdo njeri që ka span durimi 8 sekonda. Siç ndodh kudo në botë sot, se duhet të qëndroj. Pyetja është, e kuptojnë ata? Janë në gjendje ta kuptojnë këtë mekanizëm shumë kompleks? Një pjesë të mekanizmit e kuptojnë, pjesën e patronazhimit deri në perfeksion që e ka quar Edi Rama. Tani ka filluar në fakt që të bëhen analizat dhe studime edhe për patronazhimin në rajon. Është një studim që në fakt i sponsorizuar në fakt Ekimi Europian që ka filluar që të studioj pjesën e patronazhimit. Nuk është në thellësi ashtu sikurse ne kemi bërë, unë personalisht jam marrë të paktën 3 muajt e verës jam marrë me pjesën e patronazhimit, është shumë e vështirë për të shpjeguar se si ndodh, ne i di me detaje se si Belinda dhe na ka qelluar që pjesën listën xhimit Belinda Ballukut ne na ka rënë në dorë lista e Ballukut dhe është kriminale Adi të lexosh komentet që vijnë për çdo votues dhe jo vetëm votues në Shqipëri, po votues dhe në diasporë. Më beso, është më keq se sigurimi i shtetit në kohën e Enver Hoxhës. Aty do lexosh që është i smur, është me kemp, ka smundje mendore, nuk kupton mirë, jeton tek shtëpia përballë dyqanit të mishit, në katin e dytë ka të hall, ka nevojë për ato. E frikshme neve që ato kanë hyrë në çdo familje, ata din çdo gjë për secilin prej nesh. Më beso, din çdo gjë për mua, për ty, për fëmijët tanë, nëse kemi makina, targat e makinës, nëse kemi kredi, çfarë niveli kredish, nëse kemi një sëmundje, nivelin e sëmundjes, ilaçi që do duhet, emrat e zyshave, emrat e komshinëve që duhet shkojnë t'i kontaktojnë, emrat e atij që mund të bëjnë der. Pra, është më keq se sigurimi i shtetit, pra i perfeksionuar. Mundohemi t'ja shpjegojnë e kuptojnë deri diku, por ajo që kanë refuzuar deri tani është fakti që ka bërë Edi Rama me krimin, me bandat kriminale, me kartelet e drogës. Dhe kur ju thua që ne kemi fakte për 40 banda kriminale dhe kartele droge, që kanë mbështetur 28 kandidat Parti Socialiste, 25 janë tashmë në parlament që nuk janë përfaqësues të popullit, po janë përfaqësues të bandave kriminale,
atëherë kjo është te çdo imagjinate. Ja u kemi dhënë me foto, me video, me emra, me dokumenta, me dosje, me harta, dhe tani dal nga dal ka filluar të kuptojnë edhe kush është Edi Rama dhe paktin me djallin që ai mund bëj vetëm për të qëndruar në pushtet. Për sa i përket Martakosit, për të kthyer te pyetja me vetëm me një fjali, për të kthyer te pyetja jote, është për të ardhur keq, që një komisionere ose nuk e ka lexuar raportin dhe nuk di sot, që është varianti më pak i besueshëm, ose vazhdon është e vetmja që vazhdon ta mbështesi pa kushte Edi Ramën, për shkak të lidhjeve të përbashkëta që ato kanë me Sorosin apo me lidhje të tjera të përbashkëta. Albana, ja keni kjo mundohet që ti shfrytëzoj. Ja keni treguar ju kësaj zonjës në një formë? Është dikush që e ka në mos gaboj Bajaziti dhe kolegët e saj kanë shkruar Ursula von der Leyen një letër të rëndësishme. Po tani ka ardhur koha ti dërgoni kësaj gruas një letër të rëndësishme si Parti Demokratike dhe Opozitë në Shqipëri, në një kuptim edhe për ta vënë pak përpara përgjegjësisë, që ajo duhet mbajë një lloj përgjegjësie për qëndrimet e SDRH që mban. Patjetër. Ju e dini që për të ka nisur një hetim i dytë për shkak të lidhjeve që Okej, ajo është karma, është çështje tjetër pastaj, secili lan nga një karma, sigurisht, sikurse e the edhe ti, por patjetër më besoj që gjitha deklaratat që kanë dalë nga Partia Demokratike apo deklaratat opozitës që qëndrojnë tek e vërteta, nuk ka nevojë të dëgjojë opozitën. Mjafton të lexojë vetëm pjesën e parë të raportit të Odirit, kaq. Pjesa e parë e raportit të Odirit i thot të gjitha. Pra, Marta mund të vi dhe të thojë në Shqipëri që zgjedhjet ishin të lira e të ndershme, kur me një paragraf Odiri e ka rrëzuar, ka thënë që kemi parti shtet, ka thënë që ka pasur abuzim me burimet, ka pasur shantazh të votës, ka pasur blerje të votës dhe ka pasur patronazhim, rrjedhje patronazhimi dhe ka pasur edhe influencë të grupeve kriminale. Dhe pastaj ka folur shumë gjatë për mediat, ka folur shumë gjatë për mos funksionimin e atij mekanizmi që Gjoja u tha që do hetonte, investigonte pra krimet elektorale. Pra, mjafton të lexosh raportin e Odirit apo të lexosh atë që t'japin këshilltarët nga raporti i Odirit. Kam një përshtypje që duhet t'ia dërgoni me zarf zonjës Kos që të mos bëhet dhallë, t'ia dërgoni edhe një herë që ta lexoj, seriozisht, mbas është një gjest që duhet bërë bile edhe publikisht, mbas i duhet çuar edhe atje. Alban, të falenderoj me gjithë zemër që ti shpenzove kohë fole me mua. Faleminderit ty. I uroj shumë suksese Kosovës. Unë jam me origjinë kosovare, pra kam 2 fish më shumë dëshirën që sot Kosovën ta shoh fituese për shumë arsye që nuk lidhen vetëm me sportin, por lidhen dhe me kombin. Faleminderit shumë, faleminderit. Albana ishte në lidhje të drejtë për drejtë me ne, Albana Vokshi. Një minutë, sa të gjej unë këtë kufjen time, e cila sot është një stili tjetër, edhe qëndron një çik më me sens kapriçoz. Shiko, dua t'i them regjis, nuk e di sa është rezultati. Ma bëni një me shenjë, është 0-0. Mirë. Në qoftë se do të bëhet një gol nga ana jonë, ju lutem, dijuni të lirë që të më lidhni me Fationin, qoftë edhe për atmosferë, por ne do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare. Shikoni, për krizën në lindjen e mesme dhe luftën në Iran, në një kuptime ka angazhuar së largëti kryeministrin e Shqipërisë, për shkak se ai nga pikpamja gjeostrategjike në interes të tij bën gjithmonë veprime që jo domosdoshmërisht janë në interes të Shqipërisë. Kjo është 1, 2, 3, 4 fakte për ata që e ndjekin, natyrisht me vëmendje. E dyta, natyrisht që ka një qasje relativisht me një lloj tendencioziteti dhe janë braktisur nga Shqipëria tani më grupet me sensitivitet të lartë, për shembull nuk flitet kurrë në Shqipëri për palestinezët, guxoj fol po deshe. Edhe tingëllon jo modern, tingëllon i kapur me grupe të mundura dhe njëkohësisht nuk i bën qefin superstrukturës e cila qarkullon në Shqipëri. Kjo po ndodh aktualisht. Dëgjoni radiot, shihni televizionin dhe kuptoni çfarë ndodh. E treta, Gjermania ka bllokuar integrimin e Shqipërisë për shkak se Rama konsiderohet faktori kontrolluar që prish interesat gjeostrategjike në rajon. Këto nuk janë fjalët e mia. Këto janë fjalët e Altin Goxhait, i cili për hir të vërtetës
duke folur ashtu siç flet, dhe duke qenë totalisht me një këndvështrim të vetin, i cili po thuaj nuk afrohet as me asnjërin nga analistët që flet në Shqipëri që mban njërën anë, apo anën tjetër, ose ndoshta qëndron në mes, me lloj kurajo. Goxhaj është një zë që nuk përputhet dhe për këtë shkak ai trëmb. Ai trëmb nga pikpamja editoriale, por jo mua dhe jo në këtë program. Ne kemi vesh për të dëgjuar, sidomos nga ata që janë ndryshe. Për këtë shkak ne do të lidhemi me Goxhajn pak më vonë, ndërsa për pjesën artistike, dhe madomanda do të ndodh kur ndeshja të ketë mbaruar, e kur interesi i publikut të rikthehet në botën e artit dhe të kulturës, Olen Cezari është padyshim një violinist virtuoz, më vjen shumë mirë që violina në vetvete kthehet në një objekt diskutimi për shkak të artistit që e operon atë, në një Shqipëri me arsimin që ka dhe me rënien skandaloze të pëlqimit të artit dhe të kulturës vërtet drejt një tallavaizmi të frikshëm, të papërmbajtje, të devijuar, problematik, i cili është bërë gjuhë normale të foluri, është gjuhë normale të foluri në për radio e për televizione, mos u fut po deshe pastaj në rrjetet online, ku ka një terrorizëm agresiv, jo se nuk e kemi parashikuar, por nuk kemi parashikuar dimensionin. Dimensioni është vrastar, skandaloz dhe i papranueshëm. Pa filtra, i pa reguluar nga pikpamja ligjore. Por artistët e vërtet qëndrojnë fort. Olen Cezari është njëri prej tyre, do t'japi një shfaqje në Pallatin e Kongreseve në mos gaboj, por na ka sjellë disa foto shumë interesante për cilat do t'jap disa shpjegime. Ndërprerje shkurtër publicitare, ndoshta i lidhje me Gjinajn dhe komunikim me Goxhajn. Qëndrojmë në transmetimin ton. Po sot keni leje edhe nga ne që të shihni Kosovën. Bile në këto aq minuta edhe ne këtu do ta ndjekim se mos jemi me fat dhe i këpusin turqëve një gol.